Përshëndetje të dashur miq, dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Me që po afron dhe dita e verës, sot kam sjell për ju revani me miell misri. Është një recetë tradicionale që kryesisht gatuhet për ditën e verës. Në kanal mos harroni që keni dhe ballokumet, do t'u ngjis linkun e ballokumeve poshtë kësaj videoje, në të cilën mund të klikoni dhe të shikoni që si bëhen dhe ballokumet. Kjo recetë, dashur miq, është fantastike, është super e shijshme. Nëse nuk e keni provuar ndonjëherë, ju sugjeroj shumë ta provoni, sepse është një lloj revanie që shkrihet në gojë. Unë kam bërë pak si mas të dashur miq, për këtë arsye dhe fetat e revanis kanë dalë më të holla, sepse kam bërë një sasi më të vogël, por nëse doni që fetat e revanis t'ju dalin pak më të trasha, si pun keku, mund t'i dyfishoni për masat. Le të fillojmë nga puna. Për këtë recetë do t'na duhet 250 gram sheqer, 250 gram miell misri, 3 kokra vezë dhe 150 gram gjalp. Siç ju thash, nëse do të bëni një enë më të madhe se kjo që kam përgatitur unë, ose nëse doni që feta e revanis t'ju dali më e trashë se kaq, mund t'i dyfishoni për masat. Mielli i misrit të dashur miq duhet i imët. Nëse nuk e keni miell misri të imët, ju sugjeroj që ta sisni. Sido që të jetë, sitja e miellit bën që t'i japi ajrosje miellit, në këtë mënyrë do ta keni më kollaj për ta përzier me shkumën e gjalpit që do të formojë më pas. Pra këtë proces mos e anashkaloni. Siç e shikoni, mielli që unë kam situr ka dalë komplet nga sita dhe nuk ka mbetur asnjë gjë. Kjo tregon që mielli është shumë i imët. Miellin e lëm më njanë dhe do të shkrijmë gjalpin. Gjalpin e përdorim të shkrirë sepse kjo na ndihmon gjatë kohës që do ta rrahim. Siç e shikoni, nuk e kam zier, thjesht e kam ngrohur pak, madje copëzat e gjalpit duken në të dhe këto do të shkrijnë me kalimin e kohës, me atë pak ngrohje që i bëm si fillim. Vezët me që do t'i shtojmë pak nga pak në masën me gjalp dhe sheqer, unë do t'i thyej në një enë. Do t'i shtoj aty dhe gjysmë filxhani me qumësht. Normalisht në vend të qumshtit do të përdornim finjë, por me që nuk kemi ku ta gjejmë finjën ne që jetojmë në qytet, edhe pse do të përdorim qumësht, do t'na dali shumë e mirë. Tashmë do të përgatisim sheqerin. Sheqerin të dashur miq, unë do ta bluaj pak në blender. Nuk do ta kthej në sheqer pluhur, sepse me sheqer pluhur, nëse do ta trazoni me dorë, nuk do të përftojmë fryrjen e gjalpit ashtu siç duhet, sepse grimcat e sheqerit gjatë trazimit krijojnë fërkim dhe e fryn gjalpin më shpejt. Nëse ju trazimin e sheqerit me gjalpin do ta bëni në atë mikserin e madh, ato shefat artizan, atëherë mund të përdorni dhe sheqer pluhur, nuk ka hiç problem, sepse ai lloj mikseri ka fuqi. Unë nuk do të përdor mikser, unë trazimin do ta bëj me mikserin e vogël të dorës, pak si fillim dhe pastaj do të kaloj me lugë druri. Pra, nëse do ta bëni të gjithë procesin në një mikser të madh guzhine, sepse ato lloj mikserash kanë fuqi, mund të përdorni sheqer pluhur, nuk ka hiç problem. Unë po e tregoj procesin për ata që nuk kanë një mikser të tillë. Nëse këtë lloj mikseri e përdorni më shumë se 5 minuta, maksimumi 10 minuta, mikseri fillon të nxehet. Për këtë arsye, këtë lloj recete me këtë lloj mikseri nuk mund ta bëni dot sepse mund t'ju digjet mikseri. Unë thjesht procesin e kam filluar duke e trazuar për një 7 minuta me këtë mikser dhe pastaj kam vazhduar me lugë druri. Siç e shikoni, me këtë lloj mikseri, edhe pse është trazuar për 7 minuta, masa është në këtë gjendje. Pra të dashur miq, ky lloj mikseri nuk e ka fuqinë e atij të madhit për të bërë këtë lloj recete. Tasit i vendosim poshtë një pecet guzhine që mos të na lëvizin nga vendi dhe me një lugë druri fillojmë ta trazojmë. Trazimin të dashur miq do ta bëni gjithmonë në një anë. Në këtë pikë të dashur miq do t'i besoni procesit. Ky proces i fryrjes së gjalpit me sheqerin duke e trazuar me lugë druri zgjat për 30 minuta. Duhet të keni durim dhe ta trazoni vazhdimisht, besojeni orarit që unë po ju them, masa do t'ju fryhet perfekte.
Mirë është ta vendosni mes këmbëve, pra mes gjunjëve, dhe ta trazoni me dorë me lugë druri. Në këtë mënyrë e keni më të thjeshtë. Vendoseni tasin mes gjunjëve dhe filloni ta trazoni. Gjithashtu shikoni orën. Të jeni të sigurt që me një trazim të tillë i do se s'bën 30 minuta, pra besojeni orarit. Ja se si duket masa pas një 15 minuta trazim dhe ja se si duket masa pasi ka kaluar 30 minuta. Gjalpi është zbardhur dhe ngjason me rrahjen e shkumës së vezëve edhe pse për momentin nuk i kemi shtuar vezë hiç. Në këtë pikë tasin e vendosim mbi tezgjahun e punës dhe fillojmë t'i shtojmë vezët pak nga pak. Shtojmë një pjesë nga masa e vezëve dhe do t'a trazojmë për 2-3 minuta. Edhe këtu të dashur miq është shumë e rëndësishme që ta trazoni për 2-3 minuta rresht pasi keni shtuar pak vezë, sepse nuk duam që masa e vezëve që është e lëngshme të na shuaj shkumën. Pra, shtojmë pak nga masa e vezëve, e trazojmë për 3 minuta, shtojmë prap nga masa e vezëve, e trazojmë për 3 minuta, derisa ta mbarojmë masën e vezëve. Unë këtu të dashur miq, me që trazimet janë të shkurtra, i kam bërë me mikser, por mund t'i bëni gjithashtu dhe me lugën e drurit, nuk ka hiç problem. Siç e trazoni më përpara kur s'kish vezë, po të njëjtën trazim do t'i bëjmë dhe me vezët me lugën e drurit. Nëse nuk keni mikser, mund ta trazoni dhe me dorë. Me që këto trazime janë të shkurtra, pra 3 minuta, unë i kam bërë me mikser. Tani do të shtojmë mielin të dashur miq. Mielin do ta shtojmë grushta. Do t'i shtojmë një grusht miell dhe do ta trazojmë nga lart poshtë me kujdes pa e shuar këtë lloj shkume. Kështu do të veprojmë deri në fund derisa të gjithë masën e miellit ta përziejmë në shkumën që është formuar. Këtu të dashur miq do të keni parasysh që kjo është revani dhe nuk është ballokume, për këtë arsye nuk do të shtojmë aq miell sa që shtojmë për ballokumet, sepse ballokumet i bëjmë në atë lloj fortësie që i marrim me dorë dhe i vendosim në tepsi. Pra me këtë recetë duhet keni parasysh që masa të jetë si një mas keku. Unë e kam përdorur të gjithë 250 gram miell misri që ju thash në fillim. Në varësi të miellit që mund të keni, do ta shikoni me sy të dashur miq. Pra duhet të jetë një masë shkumoze si masë keku. E shtrojmë në tepsinë e furrës, të cilën e kemi vajosur dhe spërkatur me pak miell misri. Tepsia që unë kam përdorur është një tepsi katrore, 26 cm me 26 cm. Të dashur miq, nëse me pjekjen hasni gjithmonë vështirësi në bërjen e kekut apo në pjekjen e byrekut, njëre digjni, njëre piqni siç duhet, pra nëse nuk e njihni mirë furrën tuaj, nuk është mirë që të përdorni tavë xhami. Ju sugjeroj të përdorni ndonjë tavë ose ndonjë tepsi alumini, sepse kjo është një ëmbëlsirë që duhet të kullojë mirë. Unë me që është tavë xhami e kam vendosur një kat më poshtë katit të mesëm. E kam ndezur furrën më përpara, e kam ngrohur në 160 gradë për një 10 minuta furrën, e kam futur tepsin në furrë dhe e kam hapur me nxehtësinë që pjek zakonisht kekun për 10 minuta. Pra 10 minutat e para e pjekim me nxehtësinë që pjekim zakonisht kekun. Pas 10 minutash e ulim me 20 gradë. Dhe me që unë kam përgatitur një sasi të vogël të kësaj revanie, e kam pjekur për 40 minuta të dashur miq. Nëse do të bëni 2 fishin e kësaj mase që kam përgatitur unë, do ta piqni për 1 orë ose për 1 orë e 20 minuta, sepse revania do të jetë më e trashë dhe do më tepër kohë për t'u pjekur. Pasi e keni nxjerrë nga furra, mos bëni gabim ta ftohni plotësisht ëmbëlsirën, sepse po u fto plotësisht, nuk do ta prisni siç duhet, pjesa e sipërme prej ftohjes do të thyet dhe nuk do t'i nxirrni fetat siç duhet. Pra, vetëm 5 minuta të dashur miq dhe filloni priteni. Me atë pak nxehtësi që ka, revania do të pritet shumë mirë dhe feta do të mbeten ashtu siç ju e keni prerë. Siç ju thash, kjo është një ëmbëlsirë shumë delikate që kur e nxjerrim fetën nga ena,
mund të na thyet. Për këtë arsye të dashur miq, mos e lini të ftohet shumë, sepse po t'i ngulni thikën pasi është ftohur tamam, do ta prishni, do të thyet në mënyrë të shregullt. Ja pra dhe rezultati të dashur miq është super e shkrifët, ka kulluar më së miri, është një ëmbëlsirë që të gjithë mbeten të kënaqur. Siç e shikoni, fetat janë super të shkrifta, kur ta kafshoni, do t'ju shkrihet në gojë. Shpresoj shumë që dhe ju ta provoni, ta përgatisni për familjen tuaj për ditën e verës, t'ju gjej shëndosh të dashur miq dhe gëzuar. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe miru dëgjofshim.